Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi pranë një dite të madhe, një ditë që është dje. Fjala është për ditën e Ashuras, e cila është ditë e madhe në kalendarin e ditëve të rëndësishme për besimtarët. Është një ditë ku ne e manifestojmë me adhurim, respektivisht agjerojmë dhe madje është rekomanduar që dita pasuse apo paraprake të agjerohet e në këtë drejtim muslimanët anë e barë botës islame reflektojnë duke i shtu adhurimet, duke meditu edhe si e tillë vjen si pasojë e rëndësisë që ka për neve. Andaj në këtë ditë e dimi mirë se ka ndodhur ngjarja e shpëtimit të Musait alayhis salam, dhe për këtë ngjarje dietarët kanë nxjerrë mësime të shumta, mësime që ndërtohen mbi meditime, sepse meditimi, vëllezër besimtar, është zemra e adhurimit. Do një meditim, do një adhurim me meditim është shumë më cilësor se sa ti nëse ky një namaz duke pas met, duke bredhur të biznesi jot apo të çështje të ndryshme të dunjes. Andaj edhe ngjarjet që ndodhin në këtë botë meritojnë meditim, meritojnë që pyetyrë me nxjerr mësim, edhe e tillë është ngjarja e Ashuras. Andaj këtë drejtim mësime ka të ndryshme, mirë po do fillojmë duke i përmendur dy shumë të rëndësishme. E para, vëllezër besimtar, që duhet me marrë mësim tek ngjarja e Ashuras është se Allahu është gjithmonë në kontroll të çdo gjëje që ndodh në botë. Çfarë pa marr parasysh ç'a ndodh, ekonomi, politik, luftë, paqe, don çfarë do të ndodh, zhvillim ekonomik apo teknologjik, krejt janë në kontroll të Allahut. Krejt janë don në kontroll të Allahut, sepse më me besu ndryshe, imani jot ka nevojë për përmirësim. Andaj kisha pas shef këtu me unal me dy kategori të njerëzve, mesin tonë, cilët pak kanë nevojë do mësime ty në mi përmisun. Kohëve të fundit, sa shkon e shtohet ajo fjalë për konspiracionet. Mason e kontrollojnë botën, mason të kontrollojnë këto, të smush me blej diçka, që mason se kontrollojnë këtë kështu, madje edhe musliman mendojnë kështu. Jo, Allah besimtar. Pa marr parasysh sa janë të fuqishëm, kurse ne sfidojnë Allahun, sepse ngjarja e Ashuras na kallzon këtë. Dhe e dyta, tek disa rukjegji vllazni, don vend se me përhap tauhidin, edhe me përhap akiden, besimin e pastër, janë nisën tregojnë ngjarje që i tmerron musliman, gjën kështu, sihri kështu, don dhe madje kjo vëllezër besimtar është e dëmshme, don për tauhidin. Ish mufti Arabi Saudite, ja u kish pasdon rukjezive në këshill shumë shkurt, shumë të rëndësishme. Kish thonë tutjuni Zotit. Mos futni mes njerëz frikë, po mësoni akiden dhe tauhidin. Po sihri ekziston, e kalon Zoti, si sprov për neve, dhe ndodh me lenë Allahut, por nuk është jashtë kontrollës të Allahut. Ka raste që sirbaz të shumë janë mbledh me bot dikujt ser, po s'ka dhon sot sukses. Ç'a nuk ndodhi se Allahu s'ka dhon sukses. Andaj këtë drejtim të ndërroj vëllezër besimtar, Allahu është në kontroll çdo gjëje dhe pa marr parasysh kush sa shkon përpara, prap janë nën pushtetin e Allahut. Të ndërroj vëllezër besimtar, muaj Muharrem thanë se e ka do një ditë veçantë, edhe pse muaj Muharrem është muaj i shenjtë, mirë po ngjarja e Ashuras është barce e shumë mësimeve, edhe është përkujtues për neve, sepse në këtë ditë të bekuar do të më nxon vend special në zemrat tona. Don kur vjen dita e Ashuras, do të zemrat tona me u ndi mirë se në këtë ditë vllazni Allahu e shpëtoi Musa alayhis salam dhe ummetin e tij apo popullin e tij. Andaj këtë drejtim kjo është ngjarje e spikatur e ummetit të Musa alayhis salam, por na jem vazhdimsi e këtij legitimitetit. Don na jem vazhdimsi sepse çka ka pejgamberi, na e kena më hak, më parsor në këtë ditë me madhëru se sa jahudit, se Musa është i joni, ata e kanë tradhtu në rrugën e Musa alayhis salam dhe sot ku kanë përfundu për të devijuar. Andaj këtë drejtim një pejgamber i Allahut, ulul azm, Musa alayhis salam shpëtoi, do të thotë është çështje e madhe, edhe është për çudit, dje
më ka me nejt me besimtar të shumë, e me taku, mirë po, jo shumë për tyne kanë agjeru. Jo shumë për tyne e dinin në rëndësinë e kësaj ngjarje. E kjo më bane me fol këtë çështje në ditën e sotme. Vëllezër besimtar, kjo ngjarje është e spikatër, është madhështore, në historinë e pejgamberëve, është madhështore, saqë Allahu e ka përmend në Kur'an, mirë po për disa besimtar nuk është interesant kjo ditë. Nuk është fare interesant. Gjersa agjerimi vetëm i kësaj dite, pejgamberi më thonë, shpresoj që i fol një vite me kate. Allahu akbar. E qysh besimtari e lën një ditë të tillë me kalu sikurse një ditë e zakonshme. Sikurse diçka që kur farëndësie s'ka përveç se një numër në kalendar të tij apo në aktivitetet e javës. Andaj vëllezër besimtar, Musa alayhis salam u ballafaqu me një tiran të madh. Një tiran të madh, më i fuqishëm i kohës, e i cili përveç se ka qenë i fuqishëm, ka qenë edhe mizore, mirë po vëllezër besimtar, mësimet e kësaj ngjarje janë të vlefshme edhe për neve. Sepse na tregojnë ato çfarë thon pak më herët, se Allahu është në kontroll të çfarë do të ndodh dhe asgjë nuk ndodh pa lejen e tij. Edhe për neve nëse është e keqe, është sprovë për neve. E në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, ne do të më pas parasysh se jetojmë në një botë të mbushur me sprova. Një botë e cila është e mbushur me pasiguri dhe rreziqe të vazhdueshme, mirë po, përkundër përpjekjeve personale që na i bëjmë këtë dynjë, ngjarja e Ashuras duhet neve që ato mësimet që përmenda pak më herët me na i dhon një mesazh të fuqishëm, një mesazh i cili na i çetson zemrat në vështirësi dhe në këtë drejtim me na përkujtu se pa marr parasysh sa zot sprova jote, sa zot vështirësia jote, ndihma Allahut ka me të ardhur. Pa marr parasysh, shikon e Musa alayhis salam, vështirësitë shumëta, përndjekje, vrasje, abuzime, nënçmim të moralit tyne, mirë po në fund ndihma Allahut e cila i shpëtoi. Andaj në këtë drejtim Musa alayhis salam dhe populli i tij jashtë shpëtimi pas shumë vite non sprovash. Apo na ndodh vllazni neve, në gep me na roja nisëm manku te Allah, ja Rab shëram se s'po bëhet më. Një javë ditë kon i lodhën me në realism avanku. E kjo do të në mësimin e pejgamberëve, të cilët kanë bërë sabër sprova, që nuk kupton sprova kur vjen, nuk te i kalohet pa besim Zotin, edhe pa bërë sabër këtë vështirësi që të ka goditur. E në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, Allahu e shpëtoi Musa alayhis salam duke bërë mrekulli, duke dal çfarë përmes detit. E në këtë drejtim na vijnë tash dy mësime të radhës, një çysh nuk do të më kon, edhe një çysh do të më kon. Shembulli Musa alayhis salam është shembull çysh do të na më kon, dhe shembulli çysh populli i tij u dëshpëru, çysh nuk duhet më kon, sikurse që përmenda shembullin e një gripit, një vështirësi ekonomike të caktuar, një situatë që prodhon pakënaqësi të caktuar apo pasiguri me nërmjanis manku të Allahu. Allahu besimtar, sprovat i kemi të premtim. S'kem me shpëtu për tyre, sot jem dynja, mirë po nëse bëjmë sabër dhe mbështetem tek Allahu, kem për të gjetur rrugdalje. Andaj në këtë drejtim, cila shembulli që nuk do të më kon, populli i Musa alayhis salam tha inna la mudrikun, e pat puna jon. Musa alayhis salam i printe popullit edhe duke u largu për Egjiptit, erdhën para detit. Edhe syt e dynjas nuk pajshin shpresë. Populli tina këshëshin me syt dynjas, me ato të rrethonave të dynjallokut, jo me rrethonat imonit, e qa thonë inna le mudrikun, e pat puna jon. E pat, që shto thënë në populli tina, mirë po, syt që do të më pas besimtarit, është duke njek shembullin e pejgamberëve. Qa tha Musa alayhis salam atyne, edhe ai pa e shefte detin, edhe mrapa që afroi ushtria e Faraonit, një ushtri shumë mizore, shumë e dhunshme, e cila është edhe vrastare, edhe më e fuqishme e kohës, mirë po Musa alayhis salam edhe këtë realitet s'u merrte me to, e as me detin përpara, mirë po i tha popullit vet, kella, asesi, inna ma'i rabbi sayahdin, kur qysh do e çapo thunë jo që na e pat puna jon, se na përfundum, asesi s'ndodh kjo, sepse me mua tha është Zoti im, ai më dhëzon.
E çështë besimtarët do të më konë, do në sprova, në fatkeqësi, në rrethona që të për ty janë do të pafavorshme, do mos me hub shpresën tek Allahu. Mirë po, me përkujtu çato që thamë fillimisht, se është Allahu që i kontrollon në universin, është ai që i kontrollon çfarë ndodh në dynjë, me lejen e tina do ndodhin edhe luftat edhe sprovat, edhe sehre edhe ato, po edhe me lejen e tina i ndalon ato. Është urtësia e Zotit që vepron. Mirë po, Musa alayhis salam çfarë tha? Kella, asese. Jo, kjo s'ndodh. Na nuk jenë përfundum, nuk e pat puna jonë, sepse Zoti është me mu, edhe në këtë drejtim Allahu e udhëzoi Musën alayhis salam që me godit detin me shkap. Sa në thjesht shkap, godet e detin, u qel deti dhe populli i tij me Musën e kalun detin, gjersa edhe dënimi për faraonin dhe ushtrinë e tij, të cilat vëllezër besimtar i përmbyshi duke i vrarë. Andaj se faraoni vëllezër besimtar mbetet një prej simbolikave më të këqija në këtë dynjë. Njëri i dhunshëm, njëri që e ka besu vetëm për Zot, ai që nuk i ka kursy mizorit, veç me në pushtet, mirë po vëllezër besimtar, krejt që to padrejtësi, edhe që to Tiranë që na i shohëm sot, Ashuraja na tregon në mësim të radhës se pa marrë parasysh kush do që bën padrejtësi, kush do që është i tillë që do të merr të ndhaukun tonë e ka një fund që Allah ku më me ta. Andaj këtë drejtim besimtarët din edhe nëse për momentin ty nuk e shat drejtësinë që ti po kish me po, me lenë Allah të ki me po, ose në këtë dynje, ose në ahiret, se Allah hakun tënë nuk e falë, mirë po, ko me qunë vend drejtësinë dhe në këtë drejtim të ndërru vëllezër besimtarë, se cilën nga ne duhet të jemi për atyre që të kemi besim në Allahun, të kemi besim në ndihmën e tina, edhe mos t'i dhojmë dikuj tjetër, asi bindje, apo asi fuqie absolute, sepse e tilla është rezervuar vetëm për Allahun, edhe në këtë drejtim të ndërru vëllezër besimtar, ato viktimat e padrejt, ato viktimat të cilat janë burim i padrejtësisë me lejen e Allahut kanë për ta marrë hakun e tyre tek Allahu. Me kaq e bëndoj në portë ytbës, duke kërkuar falje te Allah, kërkon me falje sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të nderuar xhamat, një mësim i bukur i ngjarjes së Ashuras që përmendëm tërthorazi është shpresa. Besimtari asnjëherë nuk duhet me hub ymytin apo shpresën tek Allahu, sepse Allahu është ai çfarë thon për dy mësim kryesore që është në ndihmë të robëve të tij. Andaj këtë drejtim ti duhet me pas besimin tek Allahu. Edhe nëse rrethonat e dunjas nuk janë të favorshme, me pas bindje tek Allahu se Allahu ka për të ndihmuar. Për fatkeq, sot është përhapa e bindja nëse keni njëri që të institucion apo në çat tjetrin, kemi kry punë, apo don njerëz të ngjashëm, komunitet dunjaja, mirë po besimtari sebepet i lidh me Allahun. A dini vllazni që ka mundësi njëri me bëj shirk me sebepe. Çato që përmendëm më herët para hutbes, vajzën shirku vllazni ka botën sebepe. Njëri e lidh besimin me një sebeb caktuar më shumë se çe meriton. E ka mundësi me bëj shirk sebepe. Andaj besimtari nuk e lidh shpresën e tina me rrethona toksore, mirë po me ato hujnore. Andaj këtë drejtim të ndërru vëllezër besimtar, edhe kur mbyllet një derë, besimtari din innamal usri yusran, me të vërtet pas do vështirësie, si të mbështet në derë, dy kanë më të hap. Ki premtim nga Allahu, edhe kështu besimtari funksionon në jetën e tij. Andaj këtë drejtim të ndërru vëllezër besimtar, të mësohem se në këtë drejtim ne edhe nëse na rrethon errësira, edhe nëse na rrethon vështirësitë, mos ta hupim asnjëherë ymytin prej shpresës në Allahut, mirë po të veprojmë sikur se ka vepruar Musa, i cili tha kella inna ma'i rabbi, asese por me mu është Zoti im i cili ka për të udhëzuar. Andaj fjalët e Musa alayhis salam janë burim inspirimi për neve. A peshe ne e thamë më herët se ngjarja e tij mësim për neve, tash fjalën e tij na ka transmetuar Allahu në Kur'an, edhe ne e përdorim sa herë që ballafaqohem me vështirësi, sa herë që jeta na duket e pashpresë, sa herë që do të në situatë ku kërfar ndihmë ti nuk sheh me sytë të dunjas, dhe rrethon dunjas, mirë po dije se tek Zoti ke një derë e cila të hapet dhe të ndihmon. Andaj Allahu është me besimtarët, ndërsa ata janë besimtarë si duhet. Andaj këtë drejtim vëllezër besimtar,
Allahu është më i fuqishëm se çdo sprov, se çdo rrethon, mirë po duhet të mbështetëm Allahut ashtu siç duhet, pastaj Allahu ka për të na ndihmuar dhe po ka për të na lehtësuar. E lutem Allahun që Allahu mos na sprovon me atë çfarë nuk e bëjmë. E lutem Allahun që kur na sprovon të na ndihmon me të kalu ato, ashtu që Allahu është i kënaqur, dhe në fund e lutem Allahun që Allahu që momentet e fundit të dolës prej kësaj dunjas me na forcu me fjalën hak la ilaha illallah, dhe të dolëm ashtu siç është Allahu i kënaqur, sepse edhe vdekja lazni është prov. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha al fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salat.